Rama jeton në Kotë Blerë. Thritja e një figure kontroverse si Alexa Soros tregon panikun, por dhe trusnin nga ato rrjete që kërkojnë t'ia shesin Shqipërisë forcave antishqiptare. Marrja nga azili e fugës kërkon që të kap atë që ai quhen algoritëm, por videot e kapura me zgjuarsi nga shqiptar notues në ujërat e Himarës kanë nxjerrur një rit plakur, të shtrëmbër që mezi e hecën, të shëmtuar, të keq, e të lig. Soros i ka ardhur të thotë që ditët e tua kanë mbaruar. Me marrjen e Kongresit nga demokratët, tralalaja Trumpit, Kushneri dhe ata që kanë vjedhur dhe kanë përfituar nga vende Republika Bananesh si e jona, do t'jenë përpara hetimeve në Kongres dhe çdo dishmë i rrem do të të. Nga ana tjetër, SPAK ka vazhduar duke dërguar një spakist çdo muaj këtu për trajning dhe natyrisht që dosjet hetimore vinë nga Washingtoni dhe nuk kanë dalur. Unë e shikoj që ka figurat të blera nga Rama, që dikur mund kënë qenë si opozitar shkëlqyes dhe vezullues, që thonë që kjo nuk prodhon asgjë, kjo protest nuk ka organizator, nuk ka lider, por nuk ka shumë rëndësi cili ose cilët janë ata që organizojnë në mënyrë të përkryer këtë protest, që edhe pse me ditë të nxehta me kampionat futbollit botëror e tjera përsëri janë aty, duke treguar urrëtitjen e madhe të shoqërisë shqiptare ndaj një figure antishqiptare si Rama. Çdo ditë ambasadat përmes shefave të stacionit të CIA-s, njerëzve të FBI, shërbimeve informojnë dhe pa diskutim, dhe ata janë pjesë edhe organizimit dhe askush nuk e di se çfarë synojnë dhe çfarë duan ata realisht të ngjasë në Shqipëri. Diçka është e padiskutueshme. Rama nuk është më faktor. Askush nuk e merr në konsiderat si për Shqipërinë, si për Ballkanin. Do të vazhdoj të pastroj dokumentat, të pastroj miliardat dhe është përballë asaj që nuk janë vetëm prangat e SPAK-ut që e kërcënojnë, po janë dhe grupet mafioze me të cilët ka lidhur aleancë dhe ata mund të vrasin, sepse janë miliardat e dollarëve të trafiqeve që kontrollohen, menaxhohen nga ai. Por shumë gjurmë duke nisur nga Gjeneva, Dubai, Singapuri, kanë dalë, janë gjurmuar. Natyrisht që njerëzit thonë që do të vazhdoj kjo protest pa fund. Me sa dinë, në Rumani, Bullgari shkoj mbi 2 muaj, në Ungari diçka më tepër. Rëndësi ka që ky person që nuk ka prodhuar asgjë pozitive për atë vend. Dhe ideja që do shkruaj historia nuk ka nevojë që ti të vdesësh me madhështinë, marrëzinë e madhështisë. Ti ke shkatruar Tiranën, ti shkatrove me të gjitha partinë e majt që quhet socialiste, dhe ti kërkon që shqiptarët këtë brez të mrekullueshëm të dalin protestin, të jetë sklevër të zaos dhe njerëzve mediokër që ti kontrollon. Enough is enough.